Në prag të shpalljes së listës së kandidatëve për deputet ditën e hënë, një zë i fortë vjen në drejtim të përmbushjes së detyrimit ligjor ndaj barazisë gjinore në politikë. Rrjeti i grave barazi në vendimarrje, i cili është një nga rrjetet më të mëdha të grave në Shqipëri, i kërkon partive politike si dhe KQZ-s që të përkrahin ndryshimet në reformën elektorale, duke siguruar përfshirjen e grave në listat e kandidatëve. Prania e grave dhe vajzave në strukturat politike shihet me përparësi për të siguruar një demokraci funksionale dhe zhvillim të plotë të vendit. Në korrikun e vitit 2012, vendi ynë forcoi kuadrin ligjor duke parashikuar që gratë dhe vajzat kandidate të përbëjnë të paktën 30% të listës shumëmërore të partive. Po mbi këtë kuadër, ligji parashikon edhe që 1 në 3 kandidate për deputete të figurojnë në fillim të çdo liste që do të paraqitet nga partitë në KQZ për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Në rast të mos respektimit të barazisë gjinore në këto lista, sipas ligjit për sa i përket kriterit gjinor dhe barazisë së tij, rrjeti i grave për barazi në vendimarrje shprehet që të merren sanksionet ligjore për shkelësit dhe sjell në vëmendje se KQZ-ja ka mandat të aplikojë gjobat e parashikuara në ligj dhe të kërkojë rishikimin e listave që nuk zbatojnë parashikimet ligjore. Rrjeti i grave barazi në vendimarrje është i dedikuar për arritjen e barazisë gjinore në vendimarrje dhe forcimin e rolit të gruas në shoqërinë shqiptare. Antarët e kësaj organizate përfshin përfaqësues nga të gjithë partitë politike, nga spektri i majtë dhe i djathtë, shoqëria civile dhe media.